Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë shtuar fluksin e pacientëve që paraqiten në spitale për të marrë ndihmë mjekësore. Edhe Spitali Bashkiak Bulqiz është përballur me fluks në rritje, kryesisht tek fëmijët, por edhe mosha e tretë. Mjeku specialist pranë këtij spitali, Shahin Kaja, tha se kjo është një situatë normale për periudhën në të cilën ndodhemi, ndërsa kërkoi që grupet e riskuara të shmangin daljen e pikun e të nxehtit në diell. Kaja tha se personat që kanë sëmundje kronike dhe fëmijët duhet të jenë më pak të ekspozuar ndaj rrezatimit të lartë diellor, i cili ndodhet kryesisht mes fashës orare 11 paradite deri në orën 17 pasdite. Spitali Bashkiak Bulqiz, sipas mjekut Shahin Kaja, nuk i mungojnë medikamentet për trajtimin e pacientëve që kanë nevojë. Si në gjithë territorin e Shqipërisë, edhe në Spitalin Bulqiz ka patur temperatura të larta dhe fluks të rritur të pacientëve, të manifestuar dhe të fëmijët e vegjël në tepër dhe moshat e vjetra. Për sa i përket trajtimit medikamentos, furnizimet kanë qenë të rregullta në spital, pra nuk ka patur mungesa. Gjithashtu, si këshillime e parapustje duhet të dalin në kohën e pikut të diellit ose temperaturës lartë, pra do të ruajnë paradite freskinë edhe në darkë, në orë të vona. Gjithashtu të konsumojnë shumë lëngje, të cilët janë të domosdoshme në këto situata, të ruhen në hije, në çadra, nëse kanë lëvizje detyrueshme, sepse kemi edhe probleme që mund të kemi lëvizje, por përgjithësi këto janë domethënë ato masat që duhen marrë, por rreth parë është problemi i personit vetë të ruajë vetën. Kjo është kryesorja. Ka qenë më i rritur fluksi se sa herët të tjera, por tash më i manifestuar është të moshat e tyra dhe tek të vegjelit. Absolutisht jo, medikamente ka patur në të gjithë institucionet për gjitha llojet e diagnozave që kanë ardhur në institucion të mbuluara nga spitali jonë. Shërbimin e parametrat e kërkuara e konfirmojnë edhe vetë pacientët e shtruar në këtë spital. Shërbim shumë mirë. Uj sa dush, uj të ngrohtë, uj të ftohtë, shërbim sa dush. Ja, ne kanë për spital.